Në prezantimin e planit masave që keni ndërmarrë ju si institucionet veçanta, kemi parasysh dhe ato problematikat cilat janë vërejtur në vitin e kaluar dhe në vitet e kaluara, në mënyrë që të rregullojmë pikërisht apo të zbusim problematikat, cilat mendoj se mund të ketë një shtim të tyre, jo vetëm për fluksin që mund pritet për këtë sezon turistik, por njëkohësisht edhe për disa ndryshime ligjore, sidomos në aspektin e funksionimit, se si do të bëhet për shembull për çështjet e plazheve, dhe që duhet të ketë parasysh paktën nga ato institucione të cilat e mendojnë. Kemi problematika pastaj tjera të shtuara, çështja në portin e Vlorës, dhe që do të kërkoj një vëmendje dhe një takim pikërisht me drejtoritë në Vlorë për të zgjidhur çështjet e sidomos çështjet e ankorimit dhe të mirë funksionimit, çështjet e akomodimit në port dhe elementet tjerë që kanë të bëjnë pikërisht me aspektin e një imazhi i cili nuk rrezaton pikërisht atë që është Vlora turistike sot. Gjitha këto, spari duke nisur edhe nga elementet që kanë të bëjnë pikërisht me aspektet që nga çështjet e sigurisë, që nga çështjet e ushqimit, që nga çështjet e mjedisit, të shëndetësisë edhe me radhë, me aspektet e veprimtarive kulturore e tjerë, për të përgjigjur një sezoni të suksesshëm. Gjitha këto duhet kemi patjetër një raportim javor në prefekturë lidhur me zbatueshmërinë e planit masave dhe me problematikat të cilat do të vërehen për të ndjekur në terren dhe hap pas hap. Për sa i përket garantimit të rendit dhe sigurisë, Policia e Shtetit ka hartuar në nivel të drejtorisë përgjithshme një plan masash të detajuar, ku ka parashikuar masat në këtë drejtim. Ashtu dhe drejtoria vendore e Policisë Vlorë ka marrë detyrimet e veta dhe është hartuar plani masave, i cili ka parashikuar një sër detyrash dhe përgjegjësisë që do zbatohen nga strukturat e policisë. Por siç e thatë dhe ju, kërkohet një koordinim dhe bashkëpunim, jo vetëm takime formale dhe të përjashme, por në komunikim dhe bashkëpunim i përditshëm nga gjithë institucionet. Tashmë ne të gjithë kemi një eksperiencë të vyer në këtë drejtim. Pritet që këtë vit të ketë një shtim të fluksit të pushuesve për qarkun e Vlorës. Strukturat e policisë kanë parashikuar shtim të patrullimeve të përditshme me forca dhe shtesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në zonat me frekuentim të lartë nga turistët, jo vetëm plazhet, por dhe qendrat turistike dhe atraksionet e tjera që janë në qarkun tonë. Një vëmendje veçantë i është kushtuar masave për monitorimin e trafikut dhe qarkullimit të mjetëve, për të lehtësuar sadopak të trafik, por dhe duke parandaluar dhe marrë masa për shmangur aksidentet dhe aksidentet me pasoja. Gjithashtu një vëmendje veçantë dhe janë parashikuar masa për ndotjen akustike që ndodh rëndomt nëpër plazhe, në aktivitete masive. Tashmë baza ligjore për sa i përket ndotjes akustike është e plotë. Policia e Shtetit ka atributet dhe kompetencat për të marrë masa në çdo rast që konstatohet ndotje akustike mbi normat e lejuara. Ju bëjmë dije se jemi pajisur me pajisjet përkatëse për matjen e ndotjes akustike, pajisje të certifikuara, që do operojnë në terren përgjatë gjithë zonës bregdetare, dhe në zbatim të lejes sesionit përkatës do merren dhe masat përkatëse që fillojnë nga gjop deri dhe në masa plotësuese të bllokimit apo konfiskimit të aktivitetit të subjekteve përkatëse.